7.326.000 euro. Aktualisht kemi shpenzuar rreth 85%, domethënë trendi është normalisht u zhvilluar. Në këtë muaj ato kemi bërë pagesën për punë jashtorore, për mjetet të cilat I kemi pasur në dispozicion, në vlerë 2.6 milion euro, në përqindje 66.28%. Janë bërë disa transfere rialokime prej kategorisë financimi kapital në kategorinë e madhe, të cilat zakonisht se kemi procedurë. Zakonisht bëjmë mbajtjen e vetura, vetëm këtë muaj janë ndruar diku rreth 900 goma për vetura, 900 automjete, ju kanë ndruar goma. Është bën ndërtimi 20 shtella Kampin Vrella, është ndërtuar një sallë, është finalizuar salla e sportit në Kampin Vrella. Gjithashtu kemi procedurën 126 automjete për shitjen e ndërmjet Kampit. Është bërë instalimi kamera në pikën përfitare qafë për shkak në rinj. Nuk kam diçka tjetër më shumë. Faleminderit zotëri Hyseni. Atëherë, si zakonisht do të ndëruar, pjesa e dytë e kësaj konference është rezervuar për juve, mirë që të adresoni pyetje kujdo prej panelistëve, por I lutem që paraprakisht të prezantoni se nga kush na vjen pyetja dhe për cilin drejtor departamenti adresohet. Dini që policia e Kosovës para disa ditësh e ka ndërmarrë një operacion për implementimin e amnestisë gjykatës, ku janë arrestuar disa persona, ndërsa njëri nga ata nuk është hasur në shtëpi, domethënë ka qenë arrati dhe mund të konfirmoj që ka urdhër arrest për zotrinë që përmendëm. Faleminderit. Kemi një pyetje tjetër? Po, unë. Për rastin e fundit, thoshta rastin që gjithë heroin, a dihet kush janë ndoshta janë përfshirë ta persona, apo ai është tas Shqipërisë, Kosovës, apo a dihet pak më shumë ka detaje të Po, patjetër, siç thash, kemi 4 persona të arrestuar, të gjithë janë shtetas shqiptar, domethënë Shqipërisë. Ka të dyshuar edhe nga Kosova, megjithatë rasti do të vazhdojë akoma të tohet më tutje. Unë nuk mund të jap detaje më të mëdha për të dyshuarit lidhur me këtë rast, por në vazhdimsi ne kemi kry aktivitete hetuese në raport me këtë grup kriminal dhe grupet e tjera paraprake të cilët janë arrestuar javëve të kaluara. Po kjo është domethënë sa I përket edhe përkatësisë dhe shtetësisë së personave të cilët janë involvuar në këtë rast. Po mund të theksoj lirisht që zakonisht në rastet e trafikimit narkotik kemi të dyshuar që arrestohen zakonisht të etniciteteve të ndryshme, që tregon fakti që pothuajse gati në të gjitha rastet ne kemi një bashkëpunim të mirë të grupeve kriminale që janë kosovar, po edhe nga Shqipëria, Maqedonia, kemi edhe nga Serbia. Domethënë nuk ka barriera ose pengesa të bashkëpunimit mes tyre. Dhe pothuajse në gjitha rastet ju besoj që keni edhe e mbani mend edhe rastin e arrestimeve që ka ndodhur në regionin e Pejës, ku janë arrestuar 2 shtetas nga Serbia, të cilët kanë trafikuar narkotik nga territori I Shqipërisë përmes Kosovës. Do thotë përkatësia etnike pothuajse në rastet e trafikimit me narkotik është heterogjene, është e të gjitha etniciteteve që jetojnë në regionin e Ballkanit. Prandaj unë edhe përmenda në prezantimin fillestar që bashkëpunimi rajonal në këtë rast, po edhe në rastet e tjera ka qenë I domosdoshëm edhe do të jetë prioriteti jonë për luftimin e këtyre rasteve. Faleminderit. Po, unë. Dashka me ditë për punën e drogës. Ju përmend 3 lokacione që janë në Prishtinë, Kosovë dhe në Pejë. Në të 3 lokacionet është gjetë, apo është një vend I caktuar ku është konfiskuar kazia e drogës? Jo, narkotiku është konfiskuar në Prishtinë, në rrugën Jakov Xoxa, në një ndërtesë, respektivisht një banesë banimi, ku ka ndodhur vdekja një qytetari.
edhe si rezultati i kontrollit policor në atë zonë, domethënë është konfiskuar sasia e narkotikëve. Ndërsa për shkak të involvimit të personave të tjerë në këtë rast ka rezultuar edhe me pastisje dhe kontrolle në lokacione tjera që janë ndërlidhur me rastin, prandaj edhe ky është fakt do të thotë që pastisja ka ndodhur në lokacionet e tjera, por narkotiku me sasinë të cilën e përmendëm 113.5 kg është konfiskuar në Prishtinë, do të thotë në rrugën Jakob Xoxa. Në fakt, ne e dim kush është personi, po megjithatë ne emrat zakonisht nuk i bëjmë publike, sepse hetimet janë duke vazhduar edhe duhet të kryen procedurat hetimore që kanë bënë edhe me personin që është gjetur i vdekur në këtë rast, po edhe me persona të tjerë që janë të involvuar në këtë rast, po edhe në rastet e tjera të cilat ndërlidhen me këtë rast. Sepse është një rast bukur kompleks, i cili kërkon edhe hetime edhe veprime tjera hetimore. Ne nuk mund ta bëjmë publike emrin, po megjithatë ju do ta keni edhe komunikatën besoj mas konferencës, do të keni edhe detajet edhe të personave të përfshirë në rastin të cilën e përmenda. Kjo është çështje që duhet konstatohet nga ekspertizat që duhet bën, prandaj ne nuk mund të ndalemi me konkludime shumë të hershme, duhet konstatohet se çka ka qenë arsyeja e vdekjes personit i cili është gjetur vdekur. Faleminderit. Atëherë, nëse nuk kemi pyetje tjera, ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe konsiderojmë këtë konferencë në dytë. Faleminderit. Faleminderit.